çfarë ose sa është kohë zgjatja? Për sa kohë duhet veprojmë? Pra çfarë duhet bëjmë? Hapja e dritareve a ndihmon apo s'ndihmon? Aerosja e ambientit? Pra hapat e para nëse arrim dhe na shkon mendja menjëherë tek mangalli që mund të ketë çliruar këtë gaz, pra monoksidin e karbonit. Tani, normalisht më mirë është të largohesh para nga ambienti, sepse detyrimisht unë e thash që kemi një konkurrencë hemoglobinës me monoksidin e karbonit dhe me oksigjenin. Dhe këtu fiton monoksidi i karbonit. Por nëse në pamundësi të mos karbonit, patjetër që shati e dritareve që do të bënte ardhin e ajrit të pastër. Nëse pacienti, por gjithsesi kjo varet nga sasia e eksposimit. Dhe nëse sasia e eksposimit është shumë e madhe, ndodh që penetrimi cerebral të jetë më i hershëm. Dhe pacienti për shembull nëse ka, ne kemi me nivelin e karboksihemoglobinës të matur në gjatë. Nëse krijohet një karboksihemoglobin të niveleve mbi 12%, deri në 30%, pacienti mund të bëjë humbje të kosciencës. Kështu që gjë e parë që mund të bëjmë nëse ne e dimë që kemi mangall, dalim nga shtëpia, kjo e parë. Nëse është e mundur dhe të drejtohemi patjetër në urgjencë për të marrë nivel të lartë të oksigjenit, sepse nuk është vetëm hipoksia që shkakton dëmtimin i dorë. Ne kemi pas raste në QST, jo këto vite, por në vitet të kaluara, të cilët edhe pse pacientët janë shpëtuar nga intoksikimin me monoksidin e karbonit, kanë mbijetuar, kanë bërë exit ose vdekje pas 40 ditëve që kanë dalë nga spitali për arsye se mekanizmi i dëmtimit të monoksidit vazhdon dhe më vonë. Monoksidi ka një afinitet të çlirimit të oksidit nitrik të trombociteve duke bërë një vasodilatacion dhe detyrimisht bën shkatrim të miokardit. Kjo është hapi i parë. E dyta, bën një çrregullim në kanalet e kalciumit duke çliruar kalcium duke shkaktuar apoptozë celulare neurologjike, e cila nuk ka lidhje shumë me hipoksin, dhe që vazhdon edhe më vonë, edhe pse ti mund të kesh bërë një heqje të pjesës më të madhe të monoksidit të karbonit në trup. Që do flasim për kohën e ekspozimit dhe sa i duhet monoksidit të karbonit të largohet nga trupi, do të duhet 4 deri në 6 orë të largohet 50% e monoksidit të karbonit nga trupi që të qëndron në ajër të pastër, me oksigjen, me mas, dhe do të duhet me presion hiperbarik, që është procedura më e mirë do të thosha, oksigjen pra hiperbarik, e cila mund të shkëputjen e monoksidit nga hemoglobina dhe lidhjen e saj me oksigjenin për gati 23 minuta dhe në 30 minuta të nivelit 50% të monoksidit të karbonit. Pra, është një masë e cila nuk është se është shumë e vështirë për të marrë nga familjarët nëse ata kanë aftësinë që ta nuhasin rrezikun, por pjesa më e madhe nuk e kupton dhe nuk e nuhasin rrezikun që atyre organoset, për arsye të faktit që ajo nuk ka aromë. Nuk ka aromë dhe nuk ka as edhe një lloj shenje, fatkeqësisht domethënë. Dhe nuk e di se si ndërtohen shtëpitë e reja, por nëse ju keni kaldaj, do të sugjeroja që të bëni gjithmonë një detektor ose një detektor të nivelit të monoksidit të karbonit në shtëpi, e cila janë si detektorët e alarmit të zjarrit, që në qoftë se shikohet që kemi nivele të shumë të rrezikshme të rritjes, ajo bën një alarm dhe familjarët e kuptojnë që kemi një nivel